Mirë se vini në podcastin Flas çka du. Sot me mua është Donika Ameti, aktore, është koreografe, është artiste, po më duket që edhe me Knut deri në krejt, është menaxhere, është gjithçka. Kështu që kemi një grup të fortë, po duhet me cek që edhe është nane e dy fëmijëve. Arsyeja pse pe ceki, armësinë e saj është se sa është e rrond me qenë edhe aktore edhe nanë njëkohësisht. Tash e pyesëm Donikën. Donikë, mirë se erdhe, edhe faleminderit që pranove me ardhur në podcastin Flas çka du. Mirë se u gjeta. Dashta me të pyet qysh është me mëni edhe aktore, njëkohësisht edhe nanë e dy fëmijëve, edhe me pas prova, edhe me shkon prova, më konë e suksesshme në prova, me konë krejt zanatët të cilat ti bën. Po shiqo like. Po. Kisha me thonë që janë dy bota për mu që nuk e konfliktojnë njëra tjetrën, përkundrazi e komplementojnë njëra tjetrën. Normalisht janë dy bota që prej me e kërkojnë dy gjona komplet të ndryshme, edhe unë jam e lumtur për m'ja ofru të dy botëve ato që ka i kërkojnë. Derisa aktrimi ma kërkon me qenë shumë rigoroze, shumë e fokusume, me punu shumë, të qenë unit nanë ma kërkon me qenë shumë e pranishme, shumë prezente, shumë e dashtën, edhe mendoj që për mu është një arkitektur komplekse që jo domosdoshmërisht e konflikton, nuk e konflikton njëra tjetrën. Realisht në ty kemi punu bashk, kemi punu një shfaqe bashk, edhe ka pas raste kur s'kemi të veçu ose në qirve, ose ka pas diçka që o duhet me marrë qikën në prova, them ke thonë amu me marrë qikën në prova, po kur gjo nuk në ka pengu qika jote, veç e di që te ke majtë tekstin me një dorë, qikën me një dorë, edhe ka vazhdu prova si kur se pas një problem. Qka menon për qatë fëmi i cilë është të i pa prej fëmi dy botna, realisht është qatë realën të cilën është jashtë e atrit edhe ato të skenës më nuk me pa bashkë me ty edhe më rrit me ty. Tash këto i ke bo dy pytje në një pytje. E para është e vërtet që i ka marrë jo veç qikën po edhe djallin, i ka marrë shpesh në për prova. Edhe jam e lumtur mas pari që procesi me ty u ka një prej proceseve ku më është mirë kuptu, sepse më plot procese din edhe me të këshyrë shtramët. Unë jam marrë shpesh shembullin e asaj kryetarës kuvendit të Australisë ose të Zelandës Re, se di që e ka marrë fëmijën në parlament edhe ka ushqy me gji në ndërkohë që ka udhëheq seancën parlamentare. Kjo nuk është diçka që duhet mu befasu, diki, unë nuk e konsideroj akt heroik të faktin që unë i ka marrë fëmijët në prova edhe kom vazhdu me punën. Kjo është diçka shumë normale për një nanë që punon shumë paralele dhe duhet mu konsideru normale. Unë kam qef me i balansu këto prioritete, ka njëherë prioritetet bashkohen, po kjo nuk do të thotë që unë me u cancel, pse ke marrë këtë fëmijë, jo s'mun është me ardhë, jam e lumtur që është mirë kuptu të proceset, ka procese ku nuk është mirë kuptu kjo, kanë qenë pengesë fëmija, po si nanë, unë mundona gjithmonë, e di që nuk muj me qenë 100% në tëna proceset, se që ato e ka kur je nanë, kështu që mundona me nda prioritetet, edhe në ato procese ku nuk më kanë mirë kuptu, veç e kom nda prioritetin, edhe kom thonë, okej, në këtë pikë të procesit ku unë nuk mirë kuptohën asi nanë, prioriteti jam janë fëmijët e me. Edhe më këtë nanën tjetër. A ke thonë kështu vëtë me veti më nalë me thonë, okej, apo jam nanë e mirë, dresa jam të kryu dhe karjerë, jam të bu një karjerë edhe... Jo, në asë një moment... A je mërzit në era, se me thonë... Po tash mërzia, lumturia, gëzimi, të gjitha janë pjesë e jetës, po unë nuk jam qase njeri që jetoj me ndjenjën e fajet, nuk ka, do me thënë, nuk është, faj është një luks emocional cilin nuk ja lejoj vetës, më të kallëzu drejtën, për arsye se nuk ka qka aty me pas fajt, të thashtë edhe më herët, unë e di që s'muj me qenë
100% në tëna proceset tëna kohët. Ka disa momente gjatë jetës tem që tham, ok, tash është koha që unë do na milion të projekte anash edhe mi kushtu 100% fëmijëve të me. Ka disa kohë kur unë ndoshta i lo fëmijët me pak anash për mi përkushtu 100% një projekti ose një puna që është shumë e rëndësishme për mu për momentin. Por jo me faj, mundona me balancu, mi nda prioritetet edhe me kriju struktura në cilat unë mëj me funksionu, me vazhdu me funksionu. Nuk funksionoj në qëto kanalet që me hyjë dhe me thonë, po në shumë keq. Unë jem njëri që besoj që jena në shekullin 21, nuk është më koha e sakrificave, është koha e mundësive. Kështu që unë gjithmonë mendoj vetëm qysh me kriju mundësi për me vazhdu për para. Do është ma herët e folja një rast në vitet e 1930, atë 40 se di sakt, veç e di që Nicole Kidman e lu një rol të cilën nuk e luajnë me hi në set të xhirimit për shkak se është 7 zona dhe në mbrana që ati filmit ajo bo një fare volte, shkon me avokaturë dhe e fiton rolin dhe e fiton lëndën të cilën akuzon televizionin. Kështu që atë ka ndodhur për shkak të ke qenë 7 zonë dhe mos mu pranu si gru 7 zonë me lujt një rol për shkak se s'bën gratë 7 zonë me lujt dhe nuk ekziston një akture me bark, atë. Shumë po vjen e natë. Po, më ka ndodhë. Po. Jem konë të lujtë, faktikisht u konë një periudhë shumë tepër hektike për mu, se jem konë të lujtë një 4-5 projekte për një herë. Tu konë 7 zonë. Edhe ka që fillimi 7 zanis realisht. Kam qenë me një shfaqe kabaret që u konë një valzim tepër intenziv, edhe në ndërku e kuptoj që jam 7 zonë, edhe unë i kisha bu kontratën me teatrin kombëtar, një shfaqet një regjisores që erdhë për jashtit, edhe në ndërkohë unë po e jap lajmin gjatë provave, po e jap lajmin që jam 7 zonë si një diçka shumë të lumtur. Thash, jam 7 zonë edhe regjisorja më ka këshyr me shumë skepticizëm. Edhe nëse u krya ajo provë dhe vazhdoj tjetra, mas ditën e nesërme po mjafton që nuk mëj me qenë pjesë e shfaqjes për shkak të 7 zanis. Thash, po unë mëj me lujt. Jo, po krenanin, ajo se shfaqja është kështu, thash, po kostume mundet më u përshtat që mës me u do 7 zanja mës zhënu me. Edhe vendosën më hek prej shfaqjes. Edhe më hoqen. Unë ju thash në rregull është, kuptoj që e keni një proces të tillë. Mas një javë më therrën prap. Qa ka ndodhë gjatë asaj jave? Qysh jon mirë vesh? Nuk e di, veç më kanë thirrë edhe vazhdova normal. Kom bo gabim se u dashtë edhe në ju thonë, jo nuk më si jam 7 zonë. Po gjithsesi unë vazhdova me lujt, tash në qatë proces ka ndodhë diçka tepër funny. Se në ndërkohë që në kabare e kom pas javën e fundit të provave, te shfaqja e teatrit kombëtar e kom pas javën e parë të provave. Faktikisht 2 javë të fundit, 2 javë të para të provave. Edhe fati jam që 2 kanë qenë në godinën e teatrit kombëtar, ajo që ka qenë të sheshe. Provat e kabares u majshën sken, provat e shfaqjes në sallë të leximit. Edhe veç isha të shkru në grupe, Nora 10 nesër prova, të di partë. Okej. Shkojsha hysha në kabarja të qka i një të bu në zemjet, ju një të bu, okej, kryni në zemjet që ta shvijone. Unë gjithë isha nalt. E lezojsha tekstin, e isha veç për sekund për shkoj dirin të haqen. U kthejsha, ka ardhë pjesa jame? Jo, halo s'ka ardhë pjesa jo të shka. Ktheu, do me thonë nalt poshtë, është aj filmi i Shqipnis 2 herë mat, po 2 herë mat, aj cuki personazhe, që shkon herë te ajo olimpiada, po ajo një fargare me shah edhe herë shkon te pirdet e asaj zojës, e qashtu më do ke vetja. Edhe plus 7 zonë, plus 7 zonë, ata kanë menu që s'moj, po unë ja u dëshmova që moj. Edhe një pyetje tjetër, se s'pedi ja u pyetja, po dojna me bo muhabet, ma shumë si muhabet, për shembull dhe kom pa dhe një film, që po gjithë shka po du me lidh me ty me filma, për arsye se i takon që ati zhondre dhe qasaj. Lidhe ma shumë ka teatri, se qa ne jo ma shumë. Okej, po dhe me filmin teatri, dyqysh, apet art, atin
mundësit grave, edhe qysh ka njëherë jo mundësit. Për shembull është një film Substancat, është një grua e cila me gjimnastik, diçka mirët edhe mas nena i thojnë s'munsh me ardh se je vjetru. Edhe tash je vjetër, edhe ajo shkon e merr çat substancet, ma nena botë e re, edhe dikur botë monstrum realisht. Kështu që sa nive si artista dhe njerë që dalim në për televizione, nive na duhet mos me pas asnjë rrudh në fytyra, apo them të qysh. Ku është qajo problema jetës. Pa, kiki qa po mendon ti? Po qajo ketë se nuk pe shohëm asni aktorët u plagë, të qysh, na po rritëme edhe aktorët po metin me të njëjtat fytyra. Edhe kemi qef me, unë që tash për momentin jam të besu në një reale, që me pa njerin që është një proces i jetës që ne lindim edhe plakëm edhe mas një vdesim, edhe mi pa që të rrudhat, se dhe aty e në bukra dy qysh, edhe. E nësë të po du të me shku me bo butoksa, me bo sane, me bo për mi pëlqy që më konë ti si gru e re, që e kundër ta, te burat, është, që kanë zbarë flokte, po do këtë shumë ma shmekere, o zbukurue. Pse? Adim pse? Pse? Se burat janë, kur janë të ri, janë fëmjaqa. Po, do të më ardhë me një varmusha, për mu pjek. Po, mu do këta man, Mu do këta man. Kështu që sa, jetu Po, jam shumë e vedishme për këtë standard të bukuris, edhe menoj që është tepër jo e drejt, ndaj femnave, edhe ndaj grave, femnave, qikave. Për arsye se është pak edhe dyshemt, më të kalzu drejtën, kështu. Prej perspektivës tamë. Për çka një gru me qenë gjithmonë fresh, gjithmonë e vogël, petit, me do forma të adoleshentës, pse? E kom pas, për çka ta thash që është pak e dyshemt, kështu. Edhe nuk është veç në shoqërinë tonë, nuk është veç në Kosovë, është botënesht. Jo, po flasë me botë, flasë veç në Kosovë. Numër 1, numër 2, po, jam shumë e vedishme për qëtë standard bukurisë dhe besam që një krizë t'ilë më ka kapë edhe mu, së të mas i kom lindë fëmit. Shra, ku kunon o ploka, ku kunon që kam gjatë muhe. Fati është që unë gjithmonë jam konsideru pak ma e pjekun është për moshën tamë. Prej, nështë si kom fillu me u zhvillu si gru, me njëherë njerëzit ka identifiku si njëri më të malë se sa që moshën reale që e kom pas, edhe gjithmonë kom jetu si një njëri ma i rritun. Po, kur i buna fmit, kisha qef mos më konë që njëri rritur, mo kisha qef më konë që ajo gruja petit. Edhe me kuhën, të fol vetë me vete, të këthy. Dika. Thash, po, unë nuk jam, unë jam që kja. Unë i kam 2 fëmi, unë i kom po do vjetë, i kom jetu do sana, unë duna me qene lumëtën, për se cilën rrudhë që më ka bo në ftyrë. Po që thujë në rrudhat janë i falloj fisnikrije, të ka zënë sa ke jetu dhe sa ke eksperiencë për me. Edhe kom përqafu këtë gjo, bile bashkë po më dogo t'i farë koincidencë se s'ka ko që e kom postu një TikTok, që më ka shkru dikush ko ke plakë, dhe natyrisht që jem plakë. S'po sha. Po është e natyrshme, është procesi maj natyrshëm edhe maj pandalshëm, po më ndeo edhe unë nesër me mja fut botox, ose që nështë edhe ka me bo, nuk po tham kërgjo. Po me u plak është diçka tepër e natyrshme. Edhe duhet me përqafu, edhe ajo duhet me qenë një standard i bukurisë. Edhe po më ndoj që qatë standard bukurisë e vendosim na. Unë, për shembull, me vendosë qatë standard bukurisë, kur unë nuk pranoj ma me u duk me qashto me ftyrën krejt flat, thuj se jam aty qa përdinaj me efekte, edhe nuk pranoj me u duk me qatë ftyrën flat, po pranoj me dalë me rrudha, edhe me thonë po që qështo në ndina e bukur, edhe dikush tjetër e shë, edhe e shë vetën, a di qka më ka ndodhë like? Qysh kom vendos, qysh kom mendu që unë duna me nalë që të farë cikli që është për mendimin tam pak toksik, edhe deluziv. Po i këshyri do fotografit minjat, para do kohë, si më do një 2-3 vjetë, thash sa mirë jom dog, edhe ja nisa mu bo shqipe, a kam filter, a s'kam filter. E këshyrsha vetën tash, të shak kuku qa kukë në plak, e këshyrsha në fotografi, thash lemër e se filter kom pas atë. Edhe thash unë nuk kam e përdor ma filtera, thash unë duna me matë plakjen. Tyra po shkujtu plaka që po ndodh me mu. Ka po shkaj. Edhe me një farë forme e kuptova që unë nuk i kom rajt njerëzit e tjerë. E kom rajt vetën.
Edhe nëse vazhdoj me rajt vetë, unë kam jetu në qatë cikël të ranave, edhe mos me pranu vetën për kush jam, e me tregu drejten, është një kohë këgja e gjatë që unë shkoj në terapi, në psikoterapi, edhe unë po shpenzoj para atë, lejti parët, unë po shpenzoj energji, mund, kohë, shpirt, për me pranu vetën, edhe në fundit për një filter, për një rrudhë, mos me pranu vetën, po kjo nuk jo mon, këto dikush tjetër e ka kriju. Unë jam qajo që është mrena, qajo që e kum kriju unë, nuk ka të bëj kur gjë me pamjen tem fizike. Atë ka ndryshu për shembull analizat e roleve, tash që i bën edhe përpara, tash pasi që ke lind ki fëmijë, e merr një tekst edhe e lexon edhe Definitivisht. Ndryshe se sa që e ke menu në atë kohë. Analizat e roleve, analizat e njerëzve, analizat e situatave, analizat e prioriteteve, gjithë shka ka ndryshu like. Gjithmonë, unë kam qenë njëri shumë emocional. Gjithë qka e kom pas, nuk kam pas mes. Nona, ti ta monin që ka jam, nuk e ki. Ja, edhe gëzimet i kam përjetu me shumë gëzim, edhe hidhrimet me shumë hidhrim. Tash jam shumë më racionale, jam më analitike. Të qenën e të nonë më ka bo me kuptu qka për një me ka rëndësi për mu. Unë më me shku me një proces, me një shfaqe, ta zamë, ose një film, edhe aty mundet me pas njerës që kanë plotësisht kanë vështrimet kundërta me mu. Unë nuk do me thonë tash mu që mu prej me thika me ta. Okej, rregull, pajtona, mos më pajtu, qaq. Prioritetet definitivisht më kanë ndryshu. Unë e di që çka do që të ndodhë jashtë, Çaj racionale kur tha, a ki për shembull që me nën tash fëmijët që kanë me pa për shembull do të nikë. Definitivisht. Sa kami ndëku djalit të në qerve ose djalit të në shkollë kur të shë një video të nanës, a mundet më bullizu, që për shembull. Nuk ka të bëjë dhe ma shumë me video ose njëri kur të vendos me dalë me një paraqitje skenike, definitivisht kurohet edhe definitivisht matët, se çka kam me thonë atë, po edhe në përditshmëri, vetë kur jam, unë e kom vendos me ndryshu, se unë jam qasi tipi i nanës që nuk jam autoritative, unë nuk shkoj me ato që fëmijët e mi kanë me bu që atë thojnë, une. Bile krejt më gjykojnë, kja me sinqert, krejt më gjykojnë, qa po të bojnë ty këta fëmi, këta janë të urrit, janë të i testu limitet, une jam këto për mjë të regu ku janë limitet. Edhe me identitet të vetën, jo mja kriju me zërë. Absolutisht, fëmijët e me kanë të drejta të barabarta me mundshme, na i kryojna regullat bashk, ato regulla kanë më respektu, masi që ti kryojna, po ata kanë një fuqi për absolutisht e kanë një fuqi. Normalisht ato regula pak strukturohen edhe gëdhandën prej meje, se ata munden me mendu qka që janë regull plët gjona që munden mos me qenë, unë si një njëri i rritun, du të mjë të regu që nuk është në regull, për shambull, po e ma një shambull shumë banal, ata aty një u pëlqen me gjujt bërlog prej naltet, për shambull i marrën ja be jo, nëne, është qështu, ama nuk është jo sepse jo, por është gjithmonë jo sepse kjo. Po dhe se të mija e kam pësehir. Absolutisht, edhe unë gjithmonë jam aty për mja u spjegu. E qajo që deshta me thonë është që unë jam, si me thonë, me udheq prej shambullit. Jo që shina rrit na, për shambull, jo, po të thëmë edhe ullu që aty, ajo në shpinë tem nuk eksiston. Kur më thojnë, për shambull, po pse piljan me hongër amëll, ja bëjse onë ha amëll. Po këta janë fëmi, jo. Nëse unë e du këta mës me hongër amëll, unë e për veti nuk do të me hongër amëll. Po du të menal të qatë. Do të menal, nuk më jone mi ble ato amëllësirat, me ljonë me një dollap, me thonë që ku janë, po ju s'kini mi hongër. Ajo është manipulim, ajo është standardi të fesht, a që ashtu du mi rritu në fmite me anë. Si janë neve që i rushin sanat për musafir, s'na këshin i Aj, hongër. sotim, O li që i rushin sanat për musafir, por edhe kur shkoj shumë të musafir, që ata i kanë rujt sanat për neve, s'na lejshin mi hongër sanat. Neve fmive, na i lakon të qysh të zbën me prejka ato, më jo shku një ardikon edhe, i kanë qitë ato mëllësirat, edhe unë i këshura që shtu edhe ma bëne e merre. Jo, vëlla se nona në ka thonë mos gaboni me prek në tavolinë. Po dhe se të këtë mos do kësh i tërpjaf, ta dhe ne kam pas një farë. Vëlla bëllë tërpjaj kjo më konë. Po dhe une e maj mend që gjithmonë ja kom thy që ato
rregullat në anës tem. Ai si se bën këta, se pin kjo këta, unë më shajo vëllane po du. Kështu që ndoshta pse na I kena thyt ose ana tash edhe I lejojna e lejan fëmin ton që me qenë pak ma ndryshe prej asaj që shemi rritë. Shumë. A e din që bashkë sot e po ta diskutim me dikan që shbohen për shembull burrat shqiptar kanë tepër mom issues. Okay. Dhe s'mujnë me marrë vendime pa u konsultu me nanën e vet. Edhe nuk e di, nuk inshallah, o more zot, nuk bona qa si nane, por shumë kom qef ashtu mi distancu pak fëmijët prej meje. Po, me pas dhe për shembull, me pas qatë individualitetin e vet që vendimet e tyne mos me qenë të lidhuna me mu. Po. Edhe kam qef që ata më thonë çka është mirë për ata dhe çka është keq për ata. Jo më tregu në aty në çka është mirë ose çka është keq. Nëse di pse I kanë rritë ashtu për shembull me vet mirëki. Alo burrat shqiptare kanë çat problem që mu koordinu me nanën. Mu koordinu me nanën, e ka nanën diçysh se edhe që është shumë e çuditshme se kjo lidhje është veç nan djalë, nuk është çik bab. Mundet me qenë çik nan. Po çik babi jo. Nashta nanat shqiptare janë shumë posesive. Po, s'do m'ja marrë kërkush e kom bo djali jam. Po. Atë ne ka një farë qase djali jam, po qaja është. Si qik nëse linë në qatë familje. Po ajo nuk është e jotja. Nuk është e jotja, është e vllaut. është e dikujna tjetër. Është e dikujt tjetër dhe shpijat. Kër ti ndojnë djemve, se ndojnë qikava, ose se bojnë këtë barabarta sanot. Që mu rrit na që të smoj me folë mu anguse, mu të shpistem. Mi kanë vojtë në angustet. Edhe mu vësh po folëm prej kështu qak. Po, normalisht nëse e këqyrëm ma gjënsisht po, të është problem. Jam bo gratë ma të fortas, po ma mërë që ja ka nisë edhe me u bo ma të vedishme. Ka fillu që për shembull edhe te puna e psikologave, shkojnë njerëzit, flasin edhe kanë me fortash. Për para me shku te psikologi e çujti çmenun ose e kina I problem, ose kina I problem familje. Se zbo me shku me fol me psikologun, për besë edhe tash tabu, realisht shumë tabu. Edhe tash është halo. Na e kena na artistat jetojna me një farë rrethi të mbyllën që menojna që krejt njerëz menojnë si na, por nëse del pak në periferi shkon të do kushëret largët, e sheh që njerëzit që jetojnë në zona pak më të thella ku nuk është që kjo hapja e kanë problem dhe normalisht që psikologun e konsiderojnë problem, po me të kallëzu drejtën çka mu më bën më një shumë mirë edhe është marrja e vendimeve. Mënyra që shuni ku marrë vendimet para se me qenë terapi, edhe mënyra që I marrë vendimet tash, para se me qenë terapi më konë shumë emocionale, e tash I marrë vendimet shumë ma me analizë. Nuk marrë vendimet të ngutuna. Në biseda të thjeshta bre tepër jam nxejnë qaja, ashtu jam rrok me njerëz pa pikën e nevojës, tash më kur nuk rrokna. Thjesht I kuptoj perspektivat e njerëzve, kuptoj pse çaj njerin çat kohë shtu e thon çato që po e thot. Se edhe janë ndryshëm të rritur njerëzit. Absolutisht. Prej çfarë backgroundi ka çaj njeri, pse ashtu e thon, pse po menon çashtu, edhe e kuptoj. Nëse më me kontribu veç një grim për rritjen e çati njeri ose hapjen e një horizonti të ri për çat njeri, asnjëherë me gjyku kur. Gjykimi nuk është pjesë e fjalorit tam. Unë jam gjendje me prit njerin 3 orë dhe mos më ndajnë kafe dhe prap me thonë, hajtë mërë se nështë e ka ndodhë në isan. Tani të e krasu dhe me thonë vetën ta ma herët edhe tash, edhe të e krasu me njerëzit cilë të më gjykojnë që definitivisht nuk kanë kur farë arsye për më gjyku për vendimet që jam të I marë, se mas pari s'ka të bëj kur gjë me jetën e tyne, është veç jeta jame, kur gjë nuk I henë punë, ata as nuk marrin rrogë ma shumë, as ma pak, nëse unë shkoj të psikologu. Edhe të po mënyrën që ata I marrin vendimet tham, unë jam ma mirë që të ko jam. Unë e ko marrë vendimin e duhur. Edhe për mu nuk është hiq ma problematike as me thonë, as nuk nina keq, as nuk nina e shmendur. Për kundrazi, nina shumë ma e fort edhe ma normale. Se as normale s'po kom qef me thonë se qka është normale, ma zane? Po qa është normale të një del pytja? Po. Ama një është nështë edhe ma sigurt. Shumë ma sigurt edhe ma në pozicion, ma in charge me jetën tame. I ku marrë ato frenat të ndorë. Tash, figraje. Që tash ku kalum pri fëmijës, kalum adin, gjithë shka po lidhët me neve që edhe fëmija ka nevoj me pas një non të shnetshme mentalisht. Shumë. Realisht.
Edhe se na vojmë fëmijët mos u kon vetë mirë në situata mentale, edhe kemi thymbje emocionale, kemi të farë ngjarje që na kanë traumatizuar më herët edhe çfarë trauma e çojmë te fëmijët tonë, përdin? Se ti ke menu çashtu, ti mendon që çaja është ashtu edhe s'ndryshon kurrë se çashtu e rrit me një traumë dhe mendon që bota është ashtu. Ato janë edhe trajtohesh ti realisht edhe me fëmijë kemi ditë mos hyj ndryshe. Besoj që nashta ata kanë me qenë hala më të mirë me fëmijët e vet, se unë nuk besoj që jam nana më e mira në botë. Gabova, nuk jam as e mira se keqe, jam thjesht një nanë. Po unë punoj shumë që qëtë traumën ndër gjenerata me zbut, me zbej, me përgëdhel qatë dënikën e egrë që menon që gjanat zgjidhen me një mënyrë që absolutisht nuk zgjidhen, absolutisht. Po dhe ka mënyra. Për shembull, nëse rritën fëmijët në frikë, ata kanë me stopu prej aksioneve të veta për periudha të caktume, për shkak të frikës që e ndjejnë për momentin, sepse edhe fizikisht unë jam më e madhe, ata janë më të vogël. Po çka ndodh kur ata kanë me qenë më të mëdhaj se unë? Kanë ankth. Fillojnë me pas një dridhje. Besoj që fillimisht ata kanë me u revoltu, jashtëzakonisht shumë, adoleshenca ka me qenë një periudhë e revoltës, ku ata kanë më murrejt mu, edhe krejt qatë frikën që e kanë majt, që s'kan mujt me ta thonë. Që s'kan mujt me ma thonë, kanë me ma thonë në adoleshencë, kur fillojnë hormonet të tyne me u halakat, edhe me u ndjat atë fuqishëm, edhe me pas qatë forcën ma thonë, edhe mandej definitivisht kam e i dëmtu mendërisht. Qa me nëna, do të milion që ashtu kur bukur në adolescenta për me t'i thunë krejt, bre ka një herë. Absolutisht po. Leje se është një shpërthim emocionale dhe leje se ma ne e dhaje hik që atë rritin që e ka ndërtu. Çka mendoj tash për momentin, besoj që mundet mos me qenë gjoja duhur për me menu, për arsye se unë me prindrimin shkoj me fazat, më thonë qatë moshë që i kam fëmijët, për qatë moshë të kohna. Po qatë sa kam njohuri për momentin, që mundet mos me qenë edhe duhurat, mendoj që duhet me i la njerëzit me shprej mendimin e vetë. Nëse unë du që ata me ndëgju mendimin tem, unë du të me qenë ajo që duna me ndëgju mendimin e tyne. Edhe me gjetë një farë mesit të artë, edhe në vendime, edhe në gjithë qka. Po me që fëmijët e mi janë largë adoleshencës. Po, jenë të vogël. Nuk e di se sa mëj me folë për këtë punë, po që kanë me u rebelu fëmijët, unë e besoj pa dyshim që kanë me u rebelu. Apo tutësh që thash po tutësh pa lidhje shpreja, apo ki marak për qatë kohë të cilën po vjen shumë e teknologji për qëta fëmijët, qëta shqipërit? Jo, absolutisht. Unë mendoj që kjo është një budallaki e njerëzimit që mendojnë që i refuzojnë gjanat e reja. A ke pa një film Vizatum Cruz që është? Je një familje që vjen a ideali shoqënohet me atë çikën e familjes dhe ajo e ka gjetë zjarrin, e ky baba i familjes thotë, jo, mos u shoqëno me ato sa e ka gjetë zjarrin. Gjanat e reja, sidomos gjanat që e lehtësojnë jetën, janë gjithmonë të mira. Njerëzit për shkak qasena që nuk janë të gatshëm me pranu gjanat të reja, edhe nuk janë të gatshëm mu adaptu në situatat të reja, i refuzojnë gjanat e reja. Edhe mandej i qesin edhe në kontekstin negativ. Nuk e di a ke ndëgju, besoj që e ke ndëgju, kur ka ndalë gazetat për herë të parë, kanë thonë është të shkurtu vëmendjen e njerëzve. Ka ndalë gazetat, janë ardhë librat, janë të shkurtu vëmendjen, ka ardhë televizioni, është të shkurtu vëmendjen. Të më thonë gjithë shka që dele rej për njerëzit, është e frikshme edhe ka tendenca me u refuzu. Atë kujtohet të në antikën e ke kry, po. E për me theun e lidhur e ke ledzu. Po. E qajo është qajo proverba që ajo bjen zjarin për njerëzimin, edhe kryzojnë. Edhe kjo është qajo e njëjtë mënoj që... Heq, unë mendoj që djeta du të me pas balans. Ta shti nuk mënesh me lanë fëmijën tënë 24 orë në telefona dhe me jetu me një bord virtuale. Po. Po unë për veti, qa kena pas? Na kena pas Nintendo, kena pas me lujtë Super Mario, jena knaqmëro, unë besoj që ajo më ka bojë dhe matë pasën. Po e ki pas Adina tash më nëzirë për situata, si për një si në stazat Super Mario. Po shumë bukur nga ka s'përgu jetën, edhe shumë u gëzoj shumë kër e mërësha princeshën, e që du keme hypo t'jenalë. Po, me kaluat dragonin. Ose ato në ndhej që u konë në tokë, realisht, a pesha që edhe i lodrat që na i kemi lujt. Absolutisht. Edhe janë disa studime, për shembull, e kanë bërë një studim në Amerikë dhe e kanë pa performancën e fëmijëve në shkollë, fëmijët që e kanë këshyrë Sesame Street, edhe fëmijët që nuk e kanë këshyrë Sesame Street.
fëmijë që e kanë këshyrë Sesame Street, janë kanë fëmijë shumë ma të përparum në mësime shkollore, se sa fëmijë që nuk e kanë këshyrë Sesame Street. Mendoj që jeta do të mi pas krejt ngjyrat. Nuk është jeta as veç loj, nuk është jeta as veç mësim. Po unë çka besoj që pashmangshëm, që nuk mund të kërkosh për ma hek për i trunit atë san, unë mendoj që qaj siguria që e nin fëmija të figura tashimit në këtë rast, unë, nona, është ajo që ka i bën njerëzit me qenë sukses shumë. Shumë nëse fëmija ka e din që figura e atashimit nuk ka me braktis, është aty për ta. Ai fëmij nuk rritet me angth, ai fëmij mandej ka sigurin vetvete, është një fëmij që në çdo situatë jetësore mund të m'ia dalë, mandej tregon sukses edhe në shkollë, edhe në gjithçka. I rritet vetbesimi. I rritet vetbesimi, gjë që është shumë e mirë se të na shqiptarët të kur i shohim njerëz të besim tona, ai është më në madh. Po, edhe është e vërtet për shkak unë kam luftuar shumë me pas atitudë edhe me pas një farë vetbesimi, ta njëtën e muno dhe tash... Ti edhe e ki një farë vetbesimi ti. Po, fillojnë tash me abu, po dukesh e egrë, po dukesh shumë... Jam valla egrë, të kafshaj. Po dukna normalve, muno... Jo, pëse që apo ki që më thonë, e vita, apo ki që më mëshkela, o zamra. Që kjo pak, edhe tash, qka i bënë edhe qëto gratë, për shembull që ka njëre i ullin zonat, edhe qësh me gjithë brëni mes, dënik. Atë e fula për i shpirtit, qësh me zgjedh një mes, si të burrat, si të gratë që me mujtë, po të bëj pyetje shumë retorike, se të s'mosh me vonë. Po, qare, qësh me zgjedh një mes. Unë qësh me zgjedh mesin për krejt njerëzit, nuk e di. Unë muj me tregu se qësh e kom gjetë mesin për vete. Po, për qatë munis për vetës. Është një... Fillimisht, kam fillu me i respektu mendimet e njerëza. Edhe nëse një njeri mund ftyrëm, thot, ti je grua dhe nuk i të drejta, unë kam i thonë në regull. Faleminderit për mendimin tanë. Sepse nuk e përkufizon ai njeri, a kam unë e drejta, nuk kam drejta. Nuk kam e mjep mu qaj njeri e dhe drejtat. Dhe drejtat unë japi vetës. Edhe unë ato drejta japi të dalë, të punu, të i bo punë të mija. Nëse diku shumë del në rrugë, më përballë në veç me qëtë person. Shumë nëse më del, qa ki, qa e dalë këto? Edhe në kontakt personal, me njerëzit, besom që njerëzit nuk janë edhe qashtë egër. E vërtet është. Veç në grupe. Veç në grupe, kur krijohet që ajo propaganda, se ju i një kështu e najna ashtu, po kur e sheh njërin edhe full drejt për drejt me to, njerëzit nuk janë qashtë egër. Du me ta kallëzu një rast, ishëm të e punu një proces, isha të e punu Cozy Girl, e që e kom bo regjina dhe koreografinë, e kom dasht te për shumë, edhe punojshim me një shpi. Edhe unë e lejsha kerën të një farë garajë që aty, edhe kur s'ma ka marrë menja që ajo garajë është funksionale, pa ajo i shkone t'i kujna. Edhe po vjena njëri në det ish pa qmend. Edhe, qka e keni lanë dhe kere këto që? Unë i thom, o më falj, ti për më falj, sepse mas pare, qka më kam su, më mësia është me pas situatën që është duhet, a e ke lo njëri kere para garajës. Tush mësit pak ba. E ke bloku njëri. Me humble. Thash më falj. Për bes, thash nuk e kom di që është. Ja, po ti që... O, thash, o që për njerë për heke, thash vish për e të më shkojti marë qelësat, që thash me njerë kam e ta heke, thash, a kimi shti kiri nga rash, qa për ta një dy, ashtë që me njerë. E thash rrugës të shku për të kere, pja be thash obre me pas ditën e që ti bosh, që shtë nërvaz, që ta këm lorën e kera aty, thash kur bës ta këshalon, por asë që këm di që ajo është garajë ati kujna. Edhe të shku, aj të uzbut. Kur po shkoj aty, seriozisht, e kish pa shkru një farë letre që shtu drejt këndshë, e te për mire kish prej, e te për mire kish shkru, vete kish shkru, jo kështu prend, me dorë, e kish lepit me izolerë kështu në 4 andë, po te për mirë, hiç ashtu keq. Ema, ju lutem mos e parkoni më veturën këtu, sepse është garajë huaj. Thash, ku që besa mire kish shkru, ja bese s'ka kuptim, edhe diqa që shka përfundu stata. Po hani leje sat, pra. Po qëreve, apëshe gjysh. Qysh mujna me zbut me mirësi edhe me... Me mirësi edhe të e pranu fajen. Po të e pranu fajen. Kur je në faj, pranoj e fajen. Kështu që, kur jam në faj, e pranoj fajen. Kur nuk jam në faj, nuk e pranoj fajen. Nuk konfliktohna me njerës. Nuk është kërkush përgjegjës më mjep mu drejta. Në nivel personal.
Tani nëse flasim për drejtat civile, aty ka shumë për me diskutu, besoj që organizatat e grave, politika, janë të punu, besoj që duhet edhe ma shumë kohë, për shembull, një diçka që më pengon shumë është që pagat nuk i kanë të njëjta si burrat si gratë. As në Amerikë. Ka fillu mu normalizu, po është shumë, do me thënë, një njeri edhe një grup është kjo. Gjo që me këtë sen nuk pajtohna absolutisht, dhe krejt drejtat tjera civile që i shkelen grave, besoj që janë, po në nivel personal, unë për veti e kom gjetë mesin, edhe mesi është të majtë accountability, si me thonë, me majtë pjesën tane, edhe në ndërkohë me boj njerëzit me held accountability, që dhe njerëzit e tjerë me pas qatë përgjithsin të ajteje. Edhe që ashtu është mesi. Që kjo mesi, Pa i typën ka njerë dhe te ka njerë ngriu mak në imanes, po që ashtu po munome në tu. Po më varët edhe për emocionet, dhe në qëfar gjendje emotive në qatë ditje dhe ka njerë kejtë dogën që të kanë faj, ka njerë dogën kejtë bugur, ka njerë dogën të njëri që të ka shkuneru adje. Për që ata është shumë rëndësishme, për që ata është shumë rëndësishme që më bu ma analitik, me mendu ma racionalisht, që më smiljon emocionet me të kaplu. Me gjithmonë me shtru pyetje, me fol vetë me veti me një farë mënyre. Me shtru pyetje vetës, pse po mendon çështo, pse po ndihesh çështo. Po kjo është kritik, realisht si të ka pseha është një kritik që ja bën në kuadër të mirës, edhe vetë vetës edhe atij tjetrit. Pse jo? E sa jena na të gatshëm u përgjigj, tani më varet edhe dikur edhe është që s'mund me komuniku me çat njëri. Ka njerë përgjigjna, ka njerë më duken pyetje shumë të shtira. Kështu që nice ti për mirë jena tu kënaq po më duket kështu jena atë s'po di as çfarë të vet. U bu pak nxehtë. U bu pak nxehtë. Shonë një kilim. S'po di biseda që kjo jam bulia. Jo pak është edhe ambienti i ngrohtë, na mundu me bëni fare ambienti shumë që me mujt me fol, ma shlire, më kon ma çka po dojna me folje, mja fut ka njerë pa lidhje. Inshallah s'kum shkretu na isa. Po s'kum shkretar. Prima në montazh. Uçuçe. Ta prima në montazh. A bujna një pauzë pa. Pse pauzën? Me pikani gotuja. Me pikani gotuja. Shjemi ku e kam kamerën. Të ndryar miq. A menon që e gru seksi? është përfaqësimi i grus seksi, atë më krythojnë dikujna, sa seksi je. Nuk e di like. Nëse pak provokova, Donik faleminderit që ke në podcastin Flas çka du, edhe që gjete kohë me ardh. Po më vjen shumë i nati që ma më shele gojën, që në fund s'mujta me fol qatë deshta. Faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit ty Like, po shpresoj që edhe ti do kënaqesh me mua. Inshallah kum kalu testin. E flas çka dushet. Shumë faleminderit Like, gjithë është kënaqësi me fol me ty edhe jashtë kamerave, ti e din që kur takohemi na dyja jena budallica. Folim ka disa. Takohemi për gjysore, mesëm ka 4 orë të fol për yjet, botën, qiellin, metafizikën. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë Donik.